Vazhdojmë në këtë xhuman e tretë, duke folur për shenjtërinë e muslimanit, të drejtat që kanë muslimanët ndaj njëri tjetrit. Dhe thamë se para se të flasim për të drejtat e tyre për njëri tjetrin, do të flasim për shenjtërinë që kanë muslimanët kundrejt njëri tjetrit. Të nderuar besimtarë, kemi folur në fillim se Allahu i lartësuar porosit që ne të bëjmë kujdes për ato gjëra që Allahu i lartësuar i ka bërë të shenjta, të mos i prekim, të mos i shkelim, të mos bjem ndesh me urdhrat e Zotit. E Allahu i lartësuar thotë dhalike wa man yuharrim hurumatillahi wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Thotë kjo dhe kush ka madhëri në zemrën e tij dhe bën kujdes ndaj shenjtërive të Zotit, kjo është më mirë për të tek Zoti i tij. Dhe për të na treguar rëndësinë që ka muslimani për muslimanin, thot innamal mu'minuna ikhwa, s'ka dyshim se besimtarët janë vëllezër. Dhe profeti alayhi salam këshillon dhe thot në një hadith shumë të rëndësishëm, që ne e përsërisim dhe e përsërisim, sepse është e thjeshtë ta dëgjosh, ta thuash, ta transmetosh, por është e vështirë ta zbatosh në jetën tënde. Kërkon prej teje gjithë jetën, kërkon kujdes që të përkushtohesh për zbatimin e tij. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, mos keni smir njëri tjetrin, mos e keni haset për smir njëri tjetrin. Thot dhe mos e mashtroni njëri tjetrin. Thot dhe mos e urreni njëri tjetrin, dhe mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, dhe mos shisni, mos dërhyni në tregtinë e njëri tjetrit, dhe bëhuni o robër të Allahut vëllezër. Muslimani është vllai i muslimanit. Nuk e nënçmon atë, dhe nuk i bën atij zullum, dhe nuk e braktis atë në çastin që ka nevojë për të. Devotshmëria është këtu, dhe tregon në zemrën e tij 3 herë. Pra devotshmërinë e ke mes teje dhe Zotit, nuk ka njerëzit nevojë që tu hiqesh si devotshëm. Thotë mjafton një njeriu prej sherrit që të nënçmoj vëllain e tij musliman. Dhe çdo musliman ndaj muslimanit e ka të shenjtë, e ka haram të shenjtë, gjakun, nderin dhe pasurinë. Pra këshill profetike që ne duhet të bëjmë kujdes ta zbatojmë në jetën tonë. Të nderuar vëllezër, profeti alayhis salam tregon se kush është muslimani i vërtet. Nëse duam ne që të shikojmë, të masim se sa musliman të vërtet jemi, thot muslimani i vërtet është ai që janë në paqe dhe shpëtojnë njerëzit nga gjuha e tij dhe nga dora e tij. Nga gjuha e tij dhe nga dora e tij. Shikoni se sa të kujdesshëm do të jemi që negativiteti ynë, ligësia jonë, e keqja jonë të mos i prek muslimanët, por ta frenojmë gjuhën dhe të frenojmë dorën tonë që njerëzit të mos u bëjmë padrejsi njerëzve dhe sidomos muslimanëve. Të nderuar besimtarë, folëm në një xhumë se nuk të lejohet që të gjykosh një muslimanit me kufër, pra që është i dalë prej feje. Dhe në xhumën tjetër folëm se nuk lejohet që të vrasësh njerëzit dhe sidomos muslimanët. Pra është nga shenjtëria dhe haku që do të japësh dhe kujdeset do të bësh në drejtimin e tyre. Dhe sot do të flasim për një temë të tretë, që është të mos i bësh zullum muslimanit, pra të mos i bësh padrejtësi atij, dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme, sepse njeriu, kushdo prej nesh të nderuar besimtar, ndoshta në jetën e tij, për arsye të ndryshme, tregohet i pakujdesshëm dhe u bën zullum të tjerëve. Dhe padrejtësia e tij mund të jetë ndaj Zotit, duke e mohuar. Allahu i lartësuar i konsideron njerëzit mohues zullumqtar të vërtet. Kur thot wal kafiruna humu zalimun, thot ata që e kanë mohuar Zotin, ata janë të padrejtë të vërtet, janë zullumqtarët e vërtet. Dhe gjithashtu ka njerëz që Allahu i lartësuar i bëjnë idhujtari, dhe idhujtaria është padrejtësi, madje më e madhe padrejtësi. Sepse Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për ortak, nuk ka nevojë për ndërmjetës, nuk ka nevojë për dikë që ta ndihmojë për të menaxhuar çështjet e njerëzve, për dikë që t'i çojë zërin e nevojtarit kur ka nevojë. Nuk ka nevojë për dikë që ta flijojë për të falur
gjunahet e njerëzve, mëkatet e tyre. Prandaj Allahu i lartësuar thot inna shirke la dhulmun adhim. Po s'ka dyshim se idhujtaria është padrejtësia më e madhe. Të nderuar besimtarë, gjithashtu njeriu nuk i bëj padrejtësi vetes tij. Wa zalimun li nafsi. Po Allahu i lartësuar kur ndan kategoritë e besimtarëve dhe njerëzve se si janë ata në lidhje me Zotin, me Allahun e lartësuar. Dhe thot për tyre ka që janë të padrejtë ndaj veteve të tyre. Prandaj zullumi mund të jetë ndaj Zotit, mund të jetë ndaj vetes, por mund të jetë edhe ndaj krijesave të tjera. Dhe nderuar besimtar, Allahu i lartësuar zullumin ndaj tij nuk e fal. Padrejtësinë ndaj Zotit nuk e fal. Dhe gjithashtu padrejtësinë ndaj të tjerëve nuk e fal Zoti. Prandaj ka ardhur një transmetim se regjistrat tek Allahu i lartësuar janë 3. Një regjistër në cilin shënohen veprat pra haku i Allahut. Dhe një regjistër ku shënohet në të haku i njerëzve. Dhe një regjistër ku shënohet në të haku yt si person, si njeri. Thot në transmetim i cili bëhet hasen nga disa prej dietarëve të hadithit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, hakun e Zotit Allahu thot nuk e lë pa e marr, nuk e fal. Hakun e njerëzve Allahu nuk e lë pa e marr, pra pa e çuar në vend. Ndërsa hakun e njeriu, zullumi që ka bërë ndaj vetes vet, Allahu i lartësuar thot nuk pyet për të. Më i lehti është që njeriu të bëj zullum vetes, edhe pse padrejtësia është ndaluar në të gjitha kategoritë e saj. Dhe njeriu duhet të jetë i kujdesshëm, mos bëj zullum ndaj Zotit, ndaj njerëzve, dhe as ndaj vetes. Dhe ne sot po flasim për atë zullum që bëhet mes teje dhe njerëzve. Që muslimanët të mos preken prej teje nga ndonjë padrejtësi. Gruaja jote në shtëpinë tënde, familjet e tu në shtëpinë tënde, prindrit e tu, të afërmit e tu, ata të cilët ti i menaxhon apo i ke nën pozitën tënde, ndoshta ai punëdhënës, ndoshta ai njeri me pozitë, ndoshta të kanë lënë dorë të drejtosh, të menaxhosh paratë e jetimëve, e kështu me radhë në të gjitha këto kategori, në të gjitha këto aspekte, njeriu duhet të ruhet nga zullumi, që askush të mos cënohet nga padrejtësitë e muslimanit. Dhe muslimani duhet jetë i drejtë, i kujdesshëm, sepse edhe nëse njerëzve, siç thuhet, u hedh hi i syve, edhe nëse njerëzit i manipulojnë, Allahun e lartësuar nuk e manipulon dot. Allahu i lartësuar e njeh, e di se kush është, e di se çfarë bën, çfarë mendon dhe intrigat e tij të gjitha ja shënon. Dhe për to do ta marrë në llogari. Prandaj njeriu duhet të ruhet nga padrejtësia në të gjitha aspektet e saj. Të nderuar besimtarë, Allahu i lartësuar në librin e tij e ka bërë haram zullumin, padrejtësinë. Dhe gjithashtu i ka kërcënuar zullumqtarët që të jenë kujdesshëm, se Zoti i shikon dhe Allahu nuk haron. Madje zullumqtarët thot i lë, i afatizon, por kur ai merr, nuk i lë të përpoliten. Atë që zullumqtar, Allahu e vonon që ta mbush kupën e tij, dhe kur ai e merr, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk e lë të përpolitet, apo të ketë një justifikim apo arsye që të shpëtojë tek Zoti i gjithësisë. Allahu i lartësuar thot: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar." Thot mos e mendoni Allahun të pavëmendshëm ndaj asaj që punojnë dhe bëjnë zullumqtarët. Allahu thot i vonon ata për në një ditë në të cilën do të zgurdullohen syt nga tmerri që do të shikojnë. Lutim Allahun që ata që janë zullumqtar ndaj muslimanëve të pafajshëm, ndaj të pambrojturve, prej pleqjve, grave, fëmijëve, njerëzve të pafajshëm, Allahu i lartësuar në atë ditë ti të merroj dhe t'u jap atë që meritojnë këta zullumqtar të pashpirt. Dhe thot Allahu i lartësuar: "Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun." Thot do ta marrin vesh ata të cilët bëjnë zullum se çfarë përfundimi do të kenë. Do ta marrin vesh se çfarë përfundimi do të kenë këta njerëz. Dhe thot Allahu i lartësuar: "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Wa in yastaghithu yughathu bima'in yashwi al-wujuh
bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh, bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Thot, ne u kemi përgatitur zullumqarëve një zjarr i cili rrethon ata nga të gjitha anët si një çadër. E kur ata të kërkojnë ndihmë, të kërkojnë mbrojtje, ata do të ndihmohen me një ujë të përvëluar që i shëmton fytyrat. Shikoni se çfarë përfundimi ka njerëzit e tillë. Sa pije të mërshme është ajo, thot Allahu, dhe sa vendbanimi i keq është ai i xhehenemit. Allahu i lartësuar na ruajt nga zullumi, nderuar besimtar. Dhe thot Allahu i lartësuar: "O yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Dhe atë ditë kur zullumqari do të kafshojë duart e tij nga pendesa, do t'i kafshojë dhe do thot: mirë për mua, sikur të kisha ndjekur rrugën e dëbuarit. Ky është përfundimi i zullumqarëve, nderuar besimtar, siç Allahu i lartësuar na i tregon këtë në librin e tij. Dhe thot Allahu i lartësuar në hadith kutsi: "O robërit e mi, unë zullumin e kam bërë haram ndaj vetes time, ja kam ndaluar vetes time, dhe e kam bërë atë edhe për ju haram, të ndaluar. Prandaj mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit." Urdhër hyjnor nga Allahu i lartësuar që njeriu të mos i bëjë zullum njeriu tjetër. Të bëj kujdes, sepse Allahu i lartësuar nuk e toleron këtë. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kujdes, ruajuni nga padrejtësia, sepse padrejtësia do të jetë errësira ditën e gjykimit." Nderuar besimtar, profeti sallallahu alaihi wasallam ka lajmëruar se Allahu i lartësuar i përgjigjet duas së atij që është bërë padrejtësi. Nëse ai lutet kundër zullumqarit, duke i tërhequr vërejtjen kështu, zullumqarit që të largohet, ta lër zullumin e tij, ndaj atyre që janë pambrojtur, ndaj atyre që ai i drejton, të mos e vonoj rrogën, të mos e vonoj borxhin, të mos luajë me pasurinë e njerëzve, të mos luajë me pronat e njerëzve, të mos luajë me të drejtën e tyre. E themi në një kohë kur njerëzit nuk kanë frikë Zotit, nuk i friksohen daljes para tij, dhe nuk kanë frikë ligjit, asgjë, nuk kanë siklete. E rëndësishme të zhvasin, e rëndësishme të marrin për vete, të shtojnë pasuritë e tyre me çdo lloj mënyre. Dhe kanë bindjen se nëse unë e marr, nëse unë e kam, është imja. Qoftë edhe nëse e ka marrë borxh nga të tjerët, qoftë edhe nëse është haku i tjerëve, qoftë edhe nëse është prona e tjerëve, qoftë edhe nëse është pozita e tjerëve, nuk ka rëndësi. Ka rëndësishme unë ta marr me hile, me rrëshpete, me dallavere, me çdo lloj gjëje. E rëndësishme që unë ta kem. Dhe njerëzit gjithmonë anojnë nga padrejtësia, për të mbledhur sa më shumë, për të pasur atë që është e tyre, për të lavdëruar për atë që meritojnë, për atë që se bëjnë. Por ne, Allahu i lartësuar në Kur'an na sjell historitë e njerëzve, siç është Karuni, që bëri pasuri të madhe, por nuk i bëri dobi se Allahu e groposi bashkë me pasurinë e tij. Nuk i bëri dobi pasuria e madhe që kishte. Faraoni që kishte pushtet, që s'kishte të ngjashëm me të në pushtet në kohën e tij, Allahu i lartësuar e mbyti atë dhe gjithë ushtrinë e tij, për shkak të zullumit të madh që kishte bërë. Pra njerëzit, për shkak të pushtetit, nuk duhet të bëjnë padrejtësi, as për shkak të paras dhe për asnjë të drejtë në botë, sepse ata që u bëhet padrejtësi nuk e falin. Mendon se u hedh, por ata janë zgjuar, ata lutën kundër zullumqarit, ata kanë një hak që zemra u bën ata e lëshojnë mallkimin, dhe mallkimi nuk ka ndalesë për shkuar tek Zoti e për të rënë mbi zullumqarin. Prandaj duhet për kujdes, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, 3 lutje marrin përgjigje nga Allahu i lartësuar dhe nuk ka dyshim në to. Pa dyshim që marrin përgjigje. Thot duaja e prindit për fëmijën e tij, duaja e atij që është bërë padrejtësi dhe duaja e musafirit. Dhe hadithi është tek Abu Davudi, Tirmidhiu e të tjerë, dhe sakson Sheikh Albani, Allahu më shëroft dietarët tanë. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një rrugë tjetër të këtij hadithi, thot 3 personave nuk refuzohen duat e tyre, lutjet e tyre,
prindit, musafirit dhe atij që është bërë padrejtësi. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, duaja e njeriu që është bërë padrejtësi është e pranuar tek Allahu, edhe nëse ai është njeri i prishur në moralin e tij, sepse degenerimi, veset i ka për veten e tij. Pra nuk të jep të drejt ty të qenët e tjetrit në një pozit, në një gjendje që ti t'i bësh padrejtësi. Sepse sot njerëzve që u bën më shumë padrejtësia, njerëzit e pambrojtur, shtresat e varfra, shtresat e lëna pasdore, atyre nuk u jepet haku. Prandaj nuk duhet që gjendja, statusi i tjetrit na bëjë që t'i bëjmë padrejtësi. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, duaja atij që është bërë padrejtësi është merr përgjigje nga Allahu, edhe nëse ai është i prishur, pra është gjunafçar, sepse thot veset e ka për veten e tij. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, duaja e atij që është bërë padrejtësi, dhe dëgjoni mirë këtë hadith. Thot, edhe nëse ai është qafir, edhe nëse ai është jo besimtar, nuk ka mesaj dhe Allahu perde, nuk ka ndales, edhe nëse nuk e beson Allahun, edhe nëse është i dhujtar, nëse është bërë padrejtësi, nuk ka penges, shkon tek Allahu i lartësuar duaja që bën njeriu që ka bërë padrejtësi. Dhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam gjithashtu në hadith tjetër, dhe gjithë hadithet janë sakta, thot ruajuni, keni frikë nga duaja që bën njeriu që ka bërë padrejtësi, sepse ajo thot ngjitet tek Allahu i lartësuar, ngjitet në qiell sikur të ishte shkëndi, sikur të ishte shkëndi. Pra ajo ngjitet tek Allahu i lartësuar si rufe. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ruajuni nga duaja që bën njeriu që ka bërë zullum, sepse ajo mbartet mbi një re, një shtëllung reje, dhe thot Allahu i lartësuar për të, pra për ta vënë në një pozitë veçantë duan që bën njeriu që ka bërë zullum. Allahu i lartësuar e vën në pozitë veçantë. Dhe ajo ngjitet për tek Allahu. Dhe thot Allahu i lartësuar, betohem në krenarinë time, betohem në madhështinë time, se unë do të ndihmoj ty, edhe nëse ta vonoj ndihmën, sepse Allahu i lartësuar ka urtësi, dhe në përgjigjen e lutjes ka urtësi në të, sepse siç e përmendëm fillim, profeti alayhi salam thot, Allahu thot e lë zullumçarin derisa e mbush kupën, dhe kur ai e merr, atëherë thot nuk e lë të përpolitet. Dhe i thot profeti sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu, pasi e dërgoi në Yemen si misionar musliman, e dërgoi si thirrës, i thot kujdes nga duaja e atij që i bëhet padrejtësi. Pra që unë do dërgoj ty si prijes atje, si njeri me pozit, nuk lejon kjo që ti të bësh padrejtësi. Kujdes nga ajo, sepse duaja e njeriu që është bërë padrejtësi, me saj dhe Allahut nuk ka perde, nuk ka penges. Prandaj kanë thënë, thot një poet, do po e them kuptimin e poezisë vetëm, sepse është shumë e veçantë, thot mos bëj padrejtësi kur ti ke mundësi për këtë, sepse zullumi, padrejtësia kthehet mbi Zotin e vet. Sytë e tu flën, pra ti je në gjumë, ndërsa ai që ke për padrejtësi është zgjuar, lutet kundër teje, e ndërsa syri i Zotit thot nuk mbyllet. Pra Allahu i lartësuar e dëgjon duan e tij. Lutim Allahun e lartësuar, na bëj të jemi të kujdesshëm, të ruhemi të mos i bëjmë padrejtësi njëri tjetrit, por të plotësojmë shenjtërinë dhe të ruajmë shenjtërinë që kemi tek njëri tjetri, të nderuar besimtar. Lutim Allahun e lartësuar na bëj të kujdesshëm që nëse i kemi bërë padrejtësi njëri tjetrit, t'i kërkojmë hallalin edhe të shlyhemi me besimtarët në këtë dynja para se të vijë një ditë që nuk kanë atë as flori dhe as argjend, po llogaria e gjithë është me shpërblime dhe me gjunahe. Allahu i lartësuar na bëf besimtar të mirë. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tamu taslim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar besimtar, njeriu mund të jetë i devotshëm dhe mund të bëjë shumë punë të mira, e ndoshta nganjëherë devotshmëria e tij e bën që të tregohet arrogant. Ndoshta nganjëherë njeriu mendon se edhe nëse u bën zullum të tjerëve apo nuk u jep hakun atyre, kjo nuk e dëmton sepse namazi i tij është i shumtë, agjërimi i tij është i shumtë, sadakaja e tij është e madhe, ai lexon shumë Kur'an, bën shumë dhikr, dhe nuk ka rëndësi për njerëzit se sa shtyp, kujt i bën padrejtësi, sa zullumçar tregohet, kujt i bën gibet,
kë e ngatron kujt ja merr pronë kështu më radh. Profeti alayhis salam tregon dhe thot pasi pyet sahabët dhe thot, a dini se cili është i falimentuar i vërtet? I thon Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Thot i falimentuar i vërtet është ai i cili nuk ka pasuri dhe as mall, plaçk. Thot profeti alayhis salam jo. I falimentuar i vërtet është ai që vjen ditën e gjykimit me shumë namaz, agjerim dhe sadaka. Por thot ai dikujt i ka bërë zullum, dikë e ka vrarë, dikë e ka sharë, dikë e ka qelluar, dikujt i ka ngrënë pasurinë, dikujt i ka bërë gibet apo thashëtheme, dhe marrin atë ditë nga shpërblimet e tij të gjitha njerëz. E kur të mbarojnë shpërblimet që ai ka mbledhur, merren gjunahet e tyre dhe i hidhen këtij dhe përfundon në zjarrin e xhehenemit. Ky me vërtet është i falimentuar dëror besimtar, lutem Allah mos na bëj të falimentuar, ne si besimtar, po ta kemi frikë atë ditë do dalim para Allahut lartësuar dhe të kërkojmë hallallin njëri tjetrit sa herë që i ndërhyjmë dhe i bëjmë zullum. Dhe unë ilustroj këto argumente me disa histori të cilat kanë ndodhur në kohën e sahabëve, dhe prej tyre është një histori shumë e veçantë e Saad ibn Abi Waqqasit, radhiyallahu anhu, i cili konsiderohej si daja i besimtarëve, për shkak se Saad ibn Abi Waqqasi ishte nga fisi i nënës profetit alayhis salam dhe thërritej shpesh mesin e tyre si daja i besimtarëve. Umeri e ngarkoi atë që në Irak të ishte i pari i vendit, i tha pozit. Dhe i thot kujdes o Saad, të mos të mashtroj ty pozita jote, që besimtarët thonë që je daja i tyre, që të bësh zullum njerëzve. Dhe kur shkon atje Saadi ishte i drejtë, ishte besimtar i mirë, nga besimtarët e parë. Por njerëzit nuk mund t'i kënaqësh të gjithë. Del njeri në mesin e tyre dhe ankohet për të, dhe i dërgon Umerit. E kur dëgjon Umeri, dërgon atje një dërguarin e vetë dhe thot shko xhami në xhami dhe pyet për Saadin. Se çfarë thon njerëzit. Dhe merre Saadin me vete i thot, ta dëgjoj prej tyre. Shkon njeriu nga kohë nga Umeri radhiyallahu anhu, njëri prej sahabëve të tjerë, dhe shkon xhami në xhami dhe të gjithë njerëzit flisnin mirë, përveç në një xhami doli një person i cili me sa duket donte të ishte protagonist. E bënte për sy faqe, për të marrë emër në mesin e njerëzit. Si shikojmë që njerëzit rasin kot, të bëjnë zullum, pa e menduar atë që bëjnë. Thot, Saadi thot, unë thot kam vërejtje për të, ngrihet mes në xhamatit, mes në xhamis, xhamia plot. Unë kam vërejtje për të. Saadi thot, kur dërgon ekspedita thot nuk shkon me ta. Gjithashtu thot ai nuk mban drejtësi kur ndahen thot mes njerëzve, kur jep atyre, çfarë ata meritojnë, nuk mban drejtësi. Dhe gjithashtu, kur gjykon, nuk është i drejtë, mban anë në gjykimet e tij. Dhe gjithashtu, nuk dëshmon namazin me xhamat, pra nuk del për namazin me xhamat. Pra, e akuzoi Saadin. E Saadi ishte njeri i drejtë, nuk ishte shfrytëzues i postit të tij, por kishte një rrobë të vetme, që kur e lante një ditë në javë nuk dilte për namaz. Ishte i drejtë në të gjitha këto çështje. Por Saadi nuk mund të thoshte që jo, nuk jam i tillë, por vetëm ngërduar dhe thotë, o Allah, nëse ky person e ka bërë këtë gjë për protagonizëm, për sy e për faqe, për ta lavdëruar njerëzit, atëherë do të merrja shikimin. Zgjatja jetën, merrja shikimin dhe bëja atë thotë, siç themi gjuhën popullore, lolo, që njerëzit ta tallin në rrugë. Jetoi ky person më shumë se 100 vjet. Dhe nga jeta e gjatë i ran vetullat e tij mbi sy dhe nuk shikonte në rrugë. Dhe thot njeri prej sahabëve e kam parë thot 100 e ca vite, në për rrugë, në për tregje duke ngacmuar femrat. Shkon në plaku mbi 100 vite duke ngacmuar femrat. U ishte pështirosur njerëzve të tillë dhe njerëzit kur e kritikonin thoshte më kapi duaja Saadit, pra mëzuri haku i Saadit. Shkoni vëllezër besimtar, prijesi drejt. Dhe sot, ndoshta njerëzit presin që ne t'japim mesazhe politike, sepse jemi para zgjedhjeve. Nuk ka më të mira se këto mesazhe të këtyre prisave musliman, që dhe në rastin kur ata akuzohen, kanë të drejtën e Zotit të ngrënë duart. Dhe t'i lutën Allah dhe thonë Allah, nëse ky njeri, nëse këta njerëz janë pa drejt, atëherë ma merr hakun.
A ka prej politikanëve tanë të tillë? A ka prej politikanëve tanë të tillë që mund të ngrënë duart tek Zoti dhe të pranojë duaja kundrejt akuzave që u hidhen? Por ne si njerëz duhet të kuptojmë se Allahu i Lartësuar nuk e ndërron gjendjen tonë, inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndërron gjendjen e një populli derisa të ndërrojnë, të ndryshojnë gjendjen e tyre. Derisa ne si njerëz të ndryshojmë vetë tona ato vese që kemi, prej dëshirës për të vjedhur, për të zhvatur, për të pasur pasurinë e tjetrit, për të marrë atë që s'është e jona, dëshirën për të shpifur, për të trilluar kundër njerëzve, për t'i përgojuar, për të folur për nderin e tjerëve. Dhe s'kemi kufi, atëherë do të kemi mbi kokë politikanë që dalin nga populli, se Zoti nuk na bën pa drejtësi. Politikanët, siç thotë Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, janë veprat e popullit. Allahu ka dhënë pamje njerëzish, i ka mëshiruar në fizikat e tyre. Veprat, punët e njerëzve, që i udhëheqin. Ai nëse duam ndryshim për mirë, pavarësisht krahut politik, nëse duam ndryshim për mirë, duhet që njerëzit të ndryshojnë vetet e tyre, veset e tyre. Pastaj krahut politik secila parë të vi janë nga ky popull. Me këto veset cilat i shkojnë për ditë. Allahu udhëzon njerëzit tanë, popullin tonë, që të bëjnë më të mirë tek Allahu i Lartësuar, që Allahu të përmirësojë gjendjen e tyre. Nderuar besimtarë, në një sekuencë tjetër, nga sahabët, me Said ibn Zeidi, një nga 10 përgjizuarit me xhenet. Një grua u ngrit dhe pretendoi kundër tij se i kishte marrë tokën. Dhe i kishte marrë një pus që thoshte ishte i saj, dhe ndroi kufit e tokës duke e futur pusin e tij në tokën e saj. Dhe duke mbuluar themelet e atij muri, bazamenti e murit që ishte tregonte kufit e vërtet. Dhe ngrë pretendim tek halifja e muslimanëve apo tek prisi i Medinës asaj kohe, dhe thot ai ka vjedhur tokën. Çon prisi tek ai dhe i thotë i ke vjedhur tokën asaj dhe njerëzit kanë marrë vesh. Thot subhanallahu, unë thot të marr tokën e saj kur unë thot e kam dëgjuar profetin alayhi salam duke thënë, kush merr një pëllëm tokë që nuk është e tij, do ta zhysë Allahu i Lartësuar në 7 palë toka ditën e gjykimit. Për shkak të saj. Por thot unë i lutem Allahut që ta çojë thot hakun tim në vend. Tu tregoj muslimanëve se janë pafajshëm, dhe atë grua thot ta mbys ti fundi asaj në atë pus që pretendon se është i saj. Pas zgjatur shumë pak kohë, ra një rrëbesh i madh dhe erdhën luginat me ujë dhe e lëvizën gardhin që kishte vendosur dhe muni kishte vendosur për të ndryshuar kufit e tokës, dhe dolën kufit e vërtet dhe themelet e vërtet, bazamenti i vërtet i kufive të tokës. E mbas saj kjo grua u verbua për shumë pak kohë, e duke ecur në tokën e saj, u rrëzua në pusin që pretendoi se ishte i saj dhe aty theu qafën dhe vdiq. A shikoni përfundimin e zullumçarëve dhe shikoni dawa, domethënë lutja e njerëzve të devotshëm të cilët kanë bërë padrejti, se si pranohet tek Allahu i Lartësuar. Në një sekuencë tjetër, profeti alayhis salam e pyet Xhabir ibn Abdillahin, sahabin e nderuar i cili kishte qenë me sahabët e parë, kishte emigruar për në Abisini. Dhe i thot, më trego se cila është gjëja më e veçantë që ti ke parë atje në tokën e Etiopisë. Ishin populli krishterë, kishte në mesin e tyre fetar, kishte në mesin e tyre murgesha. Thot Xhabiri, më e veçanta gjë që kam parë, ishte një murgesh grua plak që mbante në kokën e saj thot një emër i balte me ujë dhe pas thot disa djemë të ri që loznin dhe kur e pan thot ata qeshën me të dhe nxitën njëri tjetrin për t'i bërë keq asaj, e njëri prej tyre thot shkoi nga mbas dhe i vendosi duart në shpatullat e saj dhe e shtyki me gjithë forcën e tij. Ajo thot u rrëzua në tokë dhe u thye thot ena e saj prej balte me ujë. E pasi u ngrit thot e shkundi thot baltën. Një drejtuat ati djaloshi dhe i thot, do ta marrësh vesh o i poshtë. Ditën kur Allah i Lartësuar të vendos pushtetin e tij dhe të vendos thot peshorët e punëve. Atë ditë kur Allah i Lartësuar të mbledh të parët dhe të fundit, të ringjallë të parët dhe të fundit, dalë para Zotit, të grumbulloj të gjithë ata. Dhe kur të flasin thot duart dhe këmbët e njerëzve, pra për të dëshmuar kundër tyre.
Thot, atë ditë do ta marrësh vesh se si do të jetë çështja ime dhe çështja jote para Zotit gjithësisë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, të vërtetën ka thënë, si mundet që Allahu i lartësuar ta ngrejë një popull, ta shenjtërojë një popull, të cilët thot nuk e marrin hakun e të dotit nga i cili është me pushtet dhe është i fortë. Hadithi është tek Ibn Majah dhe sakson Sheikh Albani. Të nderuar besimtarë, lutim Allahun e lartësuar të na bëjë njerëz të drejtë, të japim hakun njëri tjetrit, të kërkojmë hallallin njëri tjetrit, të mos dalim para Zotit dhe të jemi të falimentuar. Lutim Allahun e lartësuar që populli ton t'i vendos në krye ata që janë më të dobishmit për ta, më të mirët për ta. Pavarësisht se si ne na serviren, pavarësisht se si ne na reklamohen, pavarësisht se sa të dashur janë bërë në këto ditë fushate, ata të cilët nuk të shikojnë jashtë fushatave, dhe ata të cilët nuk të konsiderojnë dhe nuk të gjenden dhe nuk i ndihmojnë fukarin. Ne lutim Allahun e lartësuar me pushtetin e tij të vendosë në krye të njerëzve ata që janë më të mirët për këtë popull, ata të cilët janë më meritorët, ata të cilët janë më të papërlyerit. Lutim Allahun e lartësuar të udhëzojë popullin tonë dhe politikanët tanë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.